Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. E papritur, ja kush I bashkohet firmës sonte. Vetëm një javë pas nisjes së sezonit të tretë, formati televiziv në drejtimin e Arbane Osmanit vijon të jetë në qendër të vëmendjes dhe diskutimeve në rrjet. Edhe pse reagimet e publikut kanë qenë të ndryshme, një pjesë e mirë e vëmendjes është përqendruar tek dinamikat e krijuara brenda shtëpisë, ku figura si Mimoza Ahmeti kanë arritur të bëhen virale. Megjithatë, duket se produksioni nuk ka ndërmend të ndalet me kaq. Ashtu siç ishte paralajmëruar më herët, për prajmin e sotëm pritet një hyrje e rëndësishme që mund të ndryshojë rrjedhën e lojës. Sipas burimeve, një nga emrat më të përfolur është Ilir Shaqiri, fituesi I edicionit të parë të Bigut. Ende nuk dihet se çfarë ka shtyr Shaqirin të rikthehet në një format të ngjashëm, duke qenë se ai më parë ka arritur sukses maksimal duke fituar çmimin e madh për 100.000 eurosh. Megjithatë, burimet sugjerojnë se ofertat financiare nga produksioni kanë luajtur një rol të rëndësishëm në këtë vendim. Po ashtu në qarkullim është edhe emri I Ermiona Lekbellos, një tjetër personazh I njohur për publikun nga edicionet e mëparshme. Nëse kjo hyrje konfirmohet, pritet që dinamika brenda shtëpisë të intensifikohet, duke krijuar përplasje të reja dhe ndoshta rivalitete direkte. Mbetet për tu parë nëse rikthimi I figurave të njohura do të sjellë freski apo thjesht një riciklim të personazheve, ndërsa përgjigjet pritet të zbulohen në prajmin e kësaj mbrëmje, duke nisur nga ora 21.